Si hyn një anije kozmike në sipërfaqen e tokës, kur dim që toka rrotullohet rreth vetes me 1500 km/h? Shpejtësia e anijeve kozmike është shumë herë më e madhe se shpejtësia e rrotullimit të tokës rreth vetes. Kështu që shpejtësia prej 1500 km/h është e papërfillshme lidhe me shpejtësinë e anijes që vjen e prek atmosferën e tokës. Normalisht mund të themi që toka është praktikisht e palëvizshme. Shpejtësia e anijeve kozmike që vijnë kthehen në tokë varion nga 30.000 km/h deri në 70.000 km/h. Domethënë, shpejtësia prej 1500 është e papërfillshme. Duke qenë se anije kozmike hyjnë në atmosferën e tokës me shpejtësi shumë të madhe, ato digjen kur takojnë atmosferën. Dhe normalisht ka dhe metoda për frenimin e këtyre anijeve kozmike. Një metodë është fërkimi me ajër, ato frenojnë, domethënë ulin shumë shpejtësi kur përplasen me atmosferën. Përgatitet sipërfaqja jashtme e anijeve kozmike që të durojnë temperaturat e larta. Për shembull, sipërfaqja e shuttlit vishet me qeramik në pjesën më të ekspozuara ndaj fërkimit, ndaj përplasjes me atmosferën. Dhe këto qeramika janë si shtresat e qepëve, të cilat kur digjet shtresa jashtme, ajo hikën nga trupi i shuttlit. Dhe kështu gjithë shtresat hikin njëra mbas tjetrës, duke marrë dhe energjinë e anijes kozmike dhe duke eliminuar jashtë. Gjithë kjo energji që kishte anija kozmike, normalisht përplaset me atmosferën, krijohet temperaturë e lartë, nxehet dhe gjithë kjo nxehtësi që ishte energjia e anijes kozmike në hyrje, shkon dhe e merr qeramika e cila largohet. Largohet dhe gjithë energjia e anijes kozmike që vjen edhe largohet me anë të këtyre qeramikave dhe derisa ajo frenon. Dhe pastaj kemi edhe parashuta në rastet e fundit, pastaj që normalisht parashuta frenon gjithmonë më shumë.